Në fakt, sigurisht që është shumë e rëndësishme që të jetë një familje e ushqyer me besim, sepse një familje e ushqyer me besim është automatikisht një familje që ka frikë Zotin, është një familje e cila nuk bën keq, e në rast se pa dashje diku gabon, di dhe ku të kërkoj falje. Dhe kjo është shumë e rëndësishme si model, si sjellje në raport me atë familje apo me ata që i rrethojnë ata si familje. Unë gjithmonë jam le ta quaj veten partizan i rrugës mesme. Dhe kurdoherë që bie në kontakt me individ që cilët kërkojnë një këshill, i jap gjithmonë këshillin e rrugës mesme. Këshilla e rrugës mesme do të thotë pa diskutim e besim, dhe nuk diskutohet që rruga e besimit është rruga e dur për çdo lloj problematike që njeriu mund të haset në jetë, por duke ruajtur atë vijën e mesme, duke mos patur tendencën as për të patur një preokupim maksimal të angazhimit të dikujt qoftë në besim, qoftë jashtë besimit, por duke ruajtur vijën e mesme, që ti të besosh, të punosh fort, të ndërtosh familjen, të bësh mirë në shoqëri, por duke qenë i involvuar në shoqëri, sepse shpeshherë na ka ndodhur së fundmi, për shembull, kemi dhe raste të atyre individëve të cilët në një farë mënyrë edhe besimin e shikojnë si një sfidë të vetme në jetë. Po shumë është edhe si stres, të mbyllur ato problemet e veta. Absolut. Dhe shmangen nga shumë gjëra të tjera, të cilat në fakt ajo është sfida e vërtetë. Sfida e vërtetë është që ti të ndërtosh jetën tënde në këtë realitet, në këtë ambient, mos i shmangesh përgjegjësive të tua dhe të luftosh në këtë lloj drejtimi ku ti je. Kështu që sigurisht për mua personalisht efekti i besimit si model në ndërtimin e jetës për të rinj dhe për prindrit tan, për gjyshrit tan, për familjet tona, nuk ka diskutim që është model i dur.